Nuk kam bërë sondazhe këtu në rrjetet sociale, po do dëshoja të pyesja ata që janë patriotë të ndershëm dhe demokratë. Si u ndjet me 35 firmat për Endri Zhabën? Po për fishekzarët e Belit, po për demokratët të ndarë tashmë në foltore të radhës. Po shqiptarë që duan të largohen me ndërgjegje të shesin shtëpi dhe të lënë fëmijët vetëm rrugët e Europës se janë më të sigurt se sa në dyert e shkollës. A është ky një plan armiqësor i ndërthurur nga armiqtë tanë dhe interpretuar në perfeksion nga klasa politike që dihet janë shërbëtor të bekuar, të dekoruar, të importuar pikërisht nga Serbia dhe Greqia. Ata që në kanë marrë territoret, pasuritë, nderin, autoritetin edhe fenë importuar. Si mundet vallë në vitin 2025 të jemi kaq miop, ignorant, dhe me vetëm dëshirë të ikim, të zhdukemi nga vendi ynë. Kush e ndjen veten të qetë në atë shtet shqiponjash? Përveç se kur kemi ndeshje me kombëtarin themi, ah sa mirë që jam shqiptar. Ky patriotizëm folklorik më të meron, më likështon dhe më bën pesimist. Ndofta vetëm Amerika me dosjen Obama me Ganigel do të mundet të na nxjerrë në dritë.